Pas më shumë se 2 vitesh mungesë në ekran, Arbana Osmani është gati të rikthehet, duket se pritjes po i vjen fundi. Mësohet se Arbana Osmani është në bisedime të thella për një rikthim televiziv në sezonin e shtatorit dhe këtë herë jo në platformën ku u bë e njohur. Burime thonë se televizioni Klan është televizioni i përzgjedhur dhe se një takim i fundit zhvilluar javën e kaluar ka vendosur bazat e bashkëpunimit të ri. Edhe pse marrëveshja përfundimtare ende nuk është zyrtarizuar, sinjalet janë pozitive. Duket se moderatorja i ka thënë po ofertës për të rikthyer në një tjetër sezon, por shumë janë ndjekësi që pyesin rreth formatit që këtë herë ajo do të drejtojë. Ndonë se vetë televizioni ka disa variante ku përfshihet edhe një reality, duket se ende nuk është vendosur se çfarë do të drejtojë. Propozimi që përflitet deri më tani është një format me histori reale të ngjashme me atë që Arbana ka moderuar vite më parë. Megjithatë, gjithçka do të bëhet publike para nisjes së sezonit të ri në shtator. Ajo çfarë dihet me siguri është fakti se një ofertë shumë bujare është bërë për të cilën vetë Arbana ka vendosur ta pranojë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.